zoti Velien keni të burg. Mirë po, provat që janë përdorur apo mënyra se si është justifikuar vazhdimi i qëndërimit në burg i Veliet shpjegohet, them unë, shumë mirë në një status që Velia ka bërë vetë këto orët e fundit, po lexoj vetëm diçka të shkurtër dhe pastaj ta dekriptojmë. Vendimi sotur nuk ishte ai që do të doja, por ishte ai që deshen ata që më janë qepur se të isha armiku më i betuar i këtij vendi. Do të kisha dashur shumë ta kisha fituar këtë betejë dhe tani të isha duke përqafuar djalin tim për të cilin më ka marrë shumë malli. Por këta më ngritën edhe një kurth, duke vënë në përgjim bisedat me gruan e më vëllain nga burgu dhe shfrimet e mia i kthyen në një dosje të re. E gjitha është një ëndër e keqe, nëse kjo është pak letrare, por ja s'është as ëndër as film, por është një ngjarje e jetuar në lëkurën e një familje. Dakord, po pse në burg pa gjyq, kjo është një tezë që ai ka përmendur dhe tjera avokatë amerikanë që më sfiguroi i mëdha nuk arrin të kuptonte asgjë, pasi më dëgjonte dhe pyeste. Dakord, po pse në burg pa gjyq? Okej. Tani, zoti Karamuço, si është praktika e përgjimeve, sepse ka dalë fakti që zoti Velia është përgjuar edhe kur ka folur në telefon me familjar, edhe kur ka folur me familjar, por edhe kur ka folur me gazetarët të cilët ka kërkuar intervista me pusulla apo me tekste etj. Si është procedura dhe çfarë ka në provat ose në argumentimin që ka bërë prokuroria në këtë rast për ta mbajtur në burg? Është një praktikë procedurale e njohur, e lishme, e cila ngel në fuqinë të gjitha shkallët, nëse bëhet në mënyrën e duhur nga ajo që parashikon ligji, që prokurori kërkon gjykatës kryerjen e përgjimeve, pra një vendimarrje që legjitimon përgjimet për kërkimin e një prove. Në këtë rast, me sa kuptojmë nga ato që janë thënë këto ditë, dhe që shkruar edhe nga veti zot Velia, janë prova që janë mbledhur nga përgjimet qoftë ambientale, qoftë ato telefonike, për të vërtetuar nëse dalja e këtij personi ose ndryshimi i masës sigurisë rrezikon dëshmimtarët, vënë në një lloj intimidimi hetuesit, qoftë edhe prokurorët, dhe çfarë sjelljesh po kryen pra çfarë kundërmasash po merr gjatë kohës që është në vuajtjen e paraburgimit në lidhje me këtë. Dhe që në momentin që ai ka hyrë në institucione paraburgimit të Durrës, atë që zoti Velia e cilëson si kurth është një praktikë, nuk është kurth. Tani jo zoti Velia vet, jo, nëse unë lexova statusin. Por avokatët e tij duhet ta dinë që drejtësia është një kurth i madh për të kërkuar provë dhe për të gjetur provë. Nuk është vetëm për rastin e zotit Velia, por kemi disa raste të tjera, mos i përmend tani, që kur kanë marrë edhe telefonat e shoferëve për të folur, edhe aty është përgjuar. Pra, përgjimi është një mjet i ligjshëm i kërkimit të provës nëse autorizohet në mënyrën e duhur. Atëherë kanë prerë në bes, sepse kush i ka thënë me telefona, më fal, se e bisedoja çpari me mikun tim që kemi mbaruar bashkë Universitetin Shkollën e Lartë Juridike, telefonat në 2025 në zhej me zi flasim ne në telefon me familjarët tanë që jemi jashtë, që s'kemi asgjë në ngarkim,